Mirë se vini tek bota e fshehtë. Në këtë kanal eksplorojmë misteret më të mëdha të njerëzimit, prej origjinës sonë të lashtë, ardhjes Anunnakëve, krijimit të racës njerëzore, deri tek sekretet e qytetërimit të humbura dhe teoritë më të fuqishme kozmike. Bota e fshehtë është vendi ku mitologjia, historia dhe shkenca alternative takohen për ndërtuar një rrëfim ndryshe mbi të vërtetat që shpesh mbeten të heshtura. Çdo javë publikojmë dokumentar, biseda dhe analiza të thelluara për ata që kërkojnë më shumë se sa ofron historia zyrtare. Abonohuni për zbuluar të panjohur dhe për të qenë pjesë e një komuniteti që gëzon të pyesë dhe të kërkojë më shumë. Në botë ka dy grupime njerëzish për sa i përket origjinës së racës sonë njerëzore në tokë. Grupi i parë që beson se jeta në tokë ka edhe në mënyrë të rastësishme, mbi bazën e kusheve natyrore, dhe grupi i dytë që beson se kemi një ndërhyrje nga një inteligjencë jashtëtoksore. Grupimi i parë beson së mbyllur si teorinë e Darwinit, një lakë i manipulatorëve. Charles Darwini shkon në ishuj Galapagos të Ekuadorit dhe studion florën dhe faunën, dhe arrin në konkluzionet e tij, të cilat i shkruajnë te libri Evolucioni i Specieve. Sipas tij, majmuni me kalimin e shekujve dhe në ndikimin e kushteve të jetesës arriti të çojë mbi dy këmbë të pasme dhe të bëjë njeri. Nga ky moment, manipulatorët, duke patur në dorë të gjithë sistemin arsimor në botë, e futën këtë ide në libra shkollor, duke helmuar brezat të tërë të racës njerëzore. Nuk ka shumë rëndësi se kjo vepër që botuan 100 vjet më parë nga gjyshi i tij Erasmus Darwini. Ky është thjesht një detaj i vogël. Por në këtë kohë kemi dhe shërbëtorin tjetër që quhet Robert Malthus, i cili doli me teorinë e eugenikës të mbijetesës së më të fortit. Teori keq më vonë u mor nga Rothschildi Hitler dhe u vënë zbatim gjatë luftës së dytë botërore. Kjo është një teori qesharake për të justifikuar genocidin e pafundar e racës njerëzore. Po të qe kështu, ujku apo shqiponja duhet të bëni shumë trashëgimtar, si më të fortët, por ata bëjnë 1 apo 2. Qofse majmuni gjatë evolucionit shekullor u kthye në një njeri, përse nuk shohim sot në një majmun të bëhet njeri. Duke lënë më një këtë variant qesharak, le t'i hedhim një sy variante të tjetër të krijimit të jetës dhe racës sonë njerëzore në tokë. Një nga teoritë është ajo e panspermjes. Trupa të ndryshëm që udhtojnë në univers hyjnë në atmosferën e tokës dhe duke u shkrirë bishtat e tyre të ngrirë lëshojnë në tokë embrione të ndryshëm. Është një teori që qëndron, por e pavërtetuar në praktikë. Kemi dhe variantin e pemës së jetës, një teori mjaft interesante që na lidh pikërisht me bimësinë, variant që do ta sqarojmë në një emision tjetër. Kemi dhe variantin që do të flasim sot dhe që bën fjalë për ndryrimin jashtëtoksore në krijimin e racës njerëzore. Eposi i Gilgameshit, mbretit legjendar të qytetit Uruk në Sumeri, është një nga veprat më të vjetra letrare të njohura në botë, e shkruar rreth vitit 2100 para erës së re. Tek eposi sumerian i Gilgameshit, i cili përmenden në gjitha shkrimet e lashta dhe është ndërtuesi i kullës Babelit, stërnipi i Noës së famshëm, dhe që qet 2/3 Zot dhe 1/3 njeri, ardhja e zotëve në tokë realizohej nga planeti Nibiru, i cili shfaqet si sistemin ton diellor një herë në 3600 vjet. Meqense se atmosfera e Nibirut kishte filluar të kishte probleme serioze dhe i vetmi metal që shërbente për pastrimin e atmosferës së tyre qeari, pra floriri, mbreti i tyre i quajtur Anu dërgoi në tokë djalin e quajtur Ea për kërkimin e arit. Ea më vonë u quajt Enki nga i vllai, që do thotë zotëruesi i tokës. Është pikërisht Enki ai që krijoi njerëzit në tokë. Enki kishte edhe një epitet i quajtur Nahash, që do thotë zbuluesi i sekreteve ose gjarpri. Më vonë gjarpri u bë simbol i urtësisë. Pra në kopshin e Edenit nuk duket Enki, por gjarpri, për arsyeën e vetme se kjo racë jashtëtoksore nuk ka pamje humanoide, por rrëshqanor si gjarp. Çfarë thot për këtë temë eposi Enuma Elish, që është dhe eposi më i vjetër sumerian, nga i cili më vonë rodhen e gjithë derivatet e tjera, duke vazhduar me dhjetën e vjetër. Tek Enuma Elish përmendet themeli i sistemit ton diellor. Në një formë të përkryer poezie përmendet planeti Nibiru i tmerrshëm, i cili nuk i përket sistemit ton diellor, por që hyn në këtë sistem fal trajektores së tij përsëritur çdo 3600 vjet si planeti X. Masiha e tij është 66 herë më e madhe se Toka. Si rezultat i kësaj mase të madhe, sa herë që futen në sistemin ton diellor krijon probleme kozmike. Ka rrethit 12 satelitë. Sipas eposit Enuma Elish, Nibiru në një nga kalimet e tij përplaset me një planet të quajtur Tiamat, dhe nga kjo përplasje, para miliarda vjetësh,
u krija toka dhe brezi i steroid pasaj si mbeturinat për plasjes. Duke u thua në kohë vin tek tema që na intereson, ardhja në tokë e banorëve të Nibirut, ngjarje që sipas eposit ka ndodhur rreth 445.000 vjetësh. Arsyeja e ardhjes së tyre në tokë si stam kishte të bënte me kërkimin e florimit. Civilizimi tek planeti Nibiru nuk ishte humanoid, por reptiloid jashtëzakonisht të zhvilluar. Historia e shpërnguljes së një pjesë të tyre në tokë fillon me një luftë civile në planetin Nibiru. Si rezultat i konfliktit të dy familje aristokratike, fituesi Anu vendosi që humbësi i quajtur Alalu, sipas eposit, do të zbojnë në periferitë sistemit diellor. Që nga 600.000 vjet para erës së re, që ku ndodhi lufta civile në Nibiru, deri në vendimin për zbuar Alalun rreth 450.000 vjet, Nibiru kaloi disa herë në sistemin tonë diellor. Duhet kuptuar që këto janë qenie jetë gjata, jetojnë me shekuj, por janë të vdekshëm. Falë sistemit të tyre gjenetik, rigjenerojnë veten dhe praktikisht mund të rrojnë qindra dhe mijëra vjet. A nuk tha të njëjtën gjë Diana për familjen mbretore? Alalu që u dëbua udhtoi me një anije të pajisur me një armë që ne sot e quajmë armë atomike, e cila mundsonte kalimin në përbrezjen e steroidëve të sistemit tonë diellor. Kjo armë atomike, në konfliktin e vitit 2023 para erës së re, midis fraksioneve të ndryshme, sipas testamentit vjetër, solli shkatrimin e Sodomës dhe Gomorës nga ana e Zotave. Alalu zbuloi në tokë ardhin aq të domosdoshëm për planetin Nibiru. Sunduesi i Nibirut Anu dërgon në tokë bijtë e tij. Djali i parë Enki ishte një produkt i marrëdhënies së Anut me konkubinën e tij, kështu që kishte probleme trashëgimie në hierarkinë aristokratike të Nibirut. Djali i dytë i quajtur Enlil ishte djali i tij legjitim. Gjithashtu, një person tjetër mjaft i rëndësishëm për historinë tonë është motra Ninmah. Kjo duhet martohej me djalin e madh Enki, por duke qenë se ai nuk ishte pretendent legal i thronit në Nibiru, kaloi te djali i dytë, i vllai Enlil. Më vonë, ky do të qenë një shkak konfliktesh midis vëllezërve. Për të kënaqur Enkin, i dha një vajzë tjetër që quhej Damkina. Damkina që i bija Alalus, dhe marrëveshja midis Anu dhe Enkit ishte që fëmia e tyre do të bëhej udhëheqës. Fëmia e tyre do të lindin në tokë dhe do të quhej Marduk. Më vonë, do të merrte emërtimin Ra, faraoni egjiptian, perëndia e diell. Pra, para 450.000 vjetësh, Anu vjen në tokë që të vërtetojë ekzistencën e florimit. Anija kozmike e tyre do të ulet në gjirin persik të sotëm, në vendi që më vonë do të bëjë qendra e civilizimit toksor, Mesopotamia, zona midis lumenjve të Tigrit dhe Eufratit, Iraku i sot. Prova treguan se në tokë ka me të vërtet flori. Nga Nibiru erdhi 600 punëtorë kërkuesare. Bashkë me ta erdhi dhe sunduesi Anu, i cili mori disa vendime. Qeverisjen ja lanë në dorë djalit të tij legjitim Enlil me qendër në Mesopotami, në qytetin Edin. Është pikërisht kjo fjalë që në shkrimet e mëvonshme do të transformohej në Eden, që do të thotë parajs në sumerishte. Në fakt, titullin sunduesit tokës Enlil i dha të vllait Enki. Kontrollin mbi detet dhe oqeanet e mori Enlil. Më vonë, në paralelin 30 u ndërtuan piramida që do shërbejnë si pika orientuese të anijeve kozmike, si dhe kufim midis sferave të influencës. Poshtë 30 gradë gjerësisë gjeografike i takon dhe Enlil dhe sipër Enkit. Sasia më e madhe e rezervave të arit në atë kohë zbuluan në Afrikë, që quhej Anzu, sipas eposit e Numaelis. Enki mori gjithashtu dhe qytetin e Eridu në gadishullin e Sinai, që do të shërbente dhe si qendra e civilizimit nibirian në tokë. Mos të harrojmë se sunduesi i Nibirut, Anu, kishte në tokë edhe një mysafir, ishte sunduesi në Nibirut Alalun. Anu vendosi që Alalu të vendosë një planet tjetër të sistemit tonë diellor, pikërisht në atë që ne sot e quajmë Mars. Në Mars do të vendosej bashkë me një bashkëpunëtor të tij. Alalu do të vdes pikërisht në planetin Mars. Megjithëse ishte një kundërshtar, ai do të varrosej me gjithë nderet aristokratike mbretërore. Vajza e Anut, Ninmah, që më vonë do të luajë një rol thelbësor në krijimin e racës sonë njerëzore, e varros Alalu në një vend të quajtur Sidonia në Mars. Për nder të tij, ajo ndërton një masiv me gur në formën e fytyrës së Alalus. Është pikërisht kjo fytyra në Mars, e fotografuar nga NASA në 1976, një formacion i çuditshëm gjeologjik, një mal me fytyrë njerëzore.
Pra s'ka zgjë të çuditshme. Pavarësisht se NASA bën sikur nuk e di se çfarë profesione e fytyrë. Po të lexohet me vëmendje eposi, do të kuptojnë që fytyra në Mars është realizuar në shkëm nga Ninma për nder të Alalus. Është kjo Ninma që më vonë, bashkë me Enki, filloi të klonoj me plot fjalën racën tonë njerëzore. Raca më e ulët që Anunnaki sollën në tokë për të bërë punët e krahut quhej Igigi. Ishin këta që punuan në minerat e Afrikës për nxjerrjen e arrit. Pas shumë shekujsh dhe më saktë pas 3006 vjetësh, këta punëtor krau rebeluan dhe shkuan të shtëpia e Enlil. Shërbëtori Nusku zgjoi Enlil dhe i tha: "Pse ke frikë nga fëmijët e tu?" Enlil përgjigjet: "Le të krijoj zonjat balet, një rast njerëzish primitiv që do të mbajnë gjithë ngarkesën e punëve të rënda." Perëndesha balet kishte edhe një emër tjetër, Mami apo Ninharsak. Çundimtari Anu urdhëroi të birin Enki që gjenetikisht të prodhonte një ras të re të afër të kryer të gjithë punët e duhura në tokë. Raca e re nuk duhet të ishte shumë e përparuar që të mos hapte më vonë probleme për Anunnaki. Ky eksperiment është shkruar në pllaka si Atrahasis. Eksperimenti nuk pati sukses dhe Enki vendosi të krijojë një hibrid midis vetes së tyre dhe Homo erectusit. Ky hibrid sot quhet Homo sapiens, ndërsa shkrimet sumere e quanin Adam. Mijëra vjet më vonë, shkrimet hebreje e quajtën Adam, njeri. Adam i parë punonte në gjitha punët që urdhëronte krijuesi i tij, që njerëzit i quanin diva, sepse ishin shumë të mëdhenj në trup. Bibla thot: "Le ta bëjmë njeriun si pamjen tonë." Anunnakët filluan ta mësojnë njeriun në gjitha fushat e jetës, por me zgjerinë e punëve, dhe duke qenë se njeriu që steril, lindi nevoja për shumimin e tij. Anunnakët me anë të inxhinierisë gjenetike filluan të shtonin Homo sapiens. Ky Homo sapiens jetonte disa qindra vjet, në krahasim me Anunnakët që jetonin disa mijëra vjet. Sipas Biblës, njeriu që ka jetuar më gjatë është Matuzalemi, plot 969 vjet. Këta kishin një përzierje të geneve me Anunnakët. Kur mbretërit zbritën në Eriduk nga qielli, Alalu mbretëroi 28800 vjet. Shkrimi bën fjalë për 8 mbretër që udhëhoqën për 241200 vjet, që nga zbritja nga qielli deri në përmbytjen e madhe. Shkrimi thot: Aluli Malangar, pas rënies së Eridukut, mbretëria vendos në Bat Tibir, ku sunduan Enmenlu Ana, 43200 vjet. Enmengal Ana, 28800 vjet. Dumuzit Pastir, 36000 vjet, pas të cilit bie Bat Tibir dhe mbretëria zhvendoset në Larak, ku mbretëroi Ensipat Zid Ana, 28800 vjet, ku pastaj mbretëria kalon në Zimbir, ku sundoi Enmendur Ana, 21000 vjet. Mbretëria përsëri bie dhe kalon në Shurupak, ku sundon Ubara Tutu, 21000 vjet. Pastaj vjen përmbytja e madhe. Pra sundimi këtyre 8 mbretërve është koha e brezave që kanë jetuar nga krijimi i botës deri në përmbytjen e madhe. Midis Adamit dhe Noes kanë jetuar 8 breza. Duke qenë se raca njerëzore jetonte gjatë, Anunnakët ndërhyn në genet e Homo sapiensit dhe shkurtuan jetëgjatësinë deri në 78 vjet, që është mesatarja. Sot ne jetojmë mesatarisht kaq, sepse pothuajse janë zhdukur fare këto genet e Anunnakëve. Me kalimin e kohës, njerëzit filluan të bëhen më tërheqës dhe inteligjent, duke rënë në sy tek Anunnakët dhe duke detyruar këta të fundit të martohen me gra toksore. Pasardhësit e Anunnakëve me gra toksore u quajtën Nefilim dhe ishin gjigant. Enlil u shqetësua dhe filloi të përgatiste terren që asnjë prej tyre të mos bëhej pasardhës si Nibiru. Përzierja midis grave njerëzore dhe meshkujve Anunnak të jashtë mundësive të Enlil, kështu që ata u shpërndanë në gjithë planetin. Nga ana tjetër, Enki kishte dëshirë për zgjerimin e racës njerëzore. Si rezultat i këtij konflikti, pati një luftë midis dy vëllezërve. Ditë përpara përmbytjes madhe, toka vibronte dhe në qiellin e natës shikohej një yll që shkëlqente. Ky ishte Nibiru i tmerrshëm. Anunnakët natyrisht e dinin katastrofën, dhe për Enlil ky ishte rasti ideal. Enlil u kthye në Nibiru, por shumë Anunnak qëndruan në tokë. Tërmetet qenë jashtëzakonisht të fuqishëm, dhe dita u shndrua në natë nga pluri që mbuloi tërë planetin.
Pllakat e ngrira të polit të jugut u ndan, duke sjellë një tsunami kataklizmik global. Enki, duke shqyra një keqardhje për krijimin e tij, Homo sapiensi, reagoi duke lajmëruar një numër të caktuar njerëzish për katastrofën e ardhshme. Midis tyre qedhezi Sutra, që më vonë u quajt Noa. Katastrofa zgjati 7 ditë, kurse shirat për 40 ditë. Përmbytja e madhe është shkruar pothuajse nga gjithë civilizimet e lashta dhe ka ndodhur 10.000 deri 11.600 vjet më parë. Pas kësaj ngjarje, pjesa më e madhe e Anunnakëve u largua nga toka, duke lënë përfaqësuesit e tyre. Pastaj fillojnë mitet dhe legjendat, si dhe qytetërimi egjiptian. Filluan të shfaqen fet që tregonin histori dhe ngjarje nga kohët e lashta. Njerëzit e lashtë i quanin Anunnakët zotat që krijuan civilizimin njerëzor. Vetëm Anunnakët besonin tek krijuesi i universit, Zoti Suprem. Nëse ne duam të krijojmë jetë, duhet të zbatojmë rregullat e vendosura në univers dhe kjo vlen edhe për krijuesin. Pra, që Enki që realizoi bashkimin e Homo erectusit dhe Anunnakëve në Eridu, Enki me Ninma apo Ninharsak, që morën qeliza mashkullore e Anunnakës dhe qeliza femërore të Homo erectusit dhe i vendosën në femrën Anunnakë. Produkti që gjigant që Homo sapiensi i pari i quajtur Adama, që thot njeri urt. Pra kështu formua fuqia e parapunëtore Anunnake, që u quajt Neandertal. Ky person paraqitet për herë të parë në jug të Etiopisë. Është pikërisht këtu kopshti i Paraqes, një biosferë mrekullueshme. Në atë kohë nuk kishte mosmarrëveshje midis Enkit dhe Enli. Në këtë kopsht nuk ishin vetëm Adami me Eva, por një grup njerëzish që Anunnakët po i civilizonin. Ninma filloi të vishte dhe të jepte dije duke dalluar nga pjesa tjetër. Enki u përpoq të barazonte racën njerëzore me Anunnakët, gjë që solli konfliktin me vëllain dhe dëbimin nga kopshti i Edenit. Pra ashtu quajtur engjëj të rënë janë Enki dhe Ninmah, që paraqiten me simbolikën e gjaprit tek pema. Ata u lanë tokë sepse shkelin urdhrat e sunduesit Anut të Nibir. Dija kryesore që ata i dhan njeriu, që me anë të takimit seksual mund të shumoheshin. Të gjithë këto qenie që ndivan për masa. Edhe Noa që një div dhe jetoi 365 vjet. Simboli i mjekësisë, ose shkopi Hermesi, një shkop me 2 gjarprinj për drerur me 2 krah sipër, është simboli i jetës. Hermesi ishte një zot i lashtë grek, i biri Zeusit, zoti i mbrojtjes sportistëve dhe udhëtarëve. Në fakt Hermesi është zoti Toti i Egjiptit, zoti i urtësisë, dhe vetë Toti është zoti sumerian Ninharsak apo Ninmah, simboli i jetës. Ishte pikërisht Ninmah ai që krijoi eksperimentin racës njerëzore. Të gjithë zotat e Romës, Greqisë dhe Egjiptit janë të njëjtët, vetëm se në civilizimet moderne ndryshuan emrat. Origjina e tyre vjen nga Sumeria e lashtë. Mbi këtë temë do të përmend edhe studuesin Ellis Silver, i cili ka botuar një libër prej 600 faqesh ku arsyton se është dakord me teorinë e Anunnakëve, por njeriu i parë nuk është klonuar në tokë, por në një planet tjetër dhe sjell në tokë. Për këtë ka sjell 53 fakte që qëndrojnë fort, duke këmbgulur se njeriu nuk mund të zhvillohej në tokë në bazë të evolucionit, e cila është një teori e gabuar. Një nga faktet që sjell është pikërisht dielli, burimi i jetës në tokë. Në ver, ne vëmë syze për të mbrojtur dhe parë më mirë. Po ndenjëm për një kohë të gjatë në diell, ne fillojmë të digjemi, duke rrezikuar dhe kancer të lëkurës. Njerëzit me ngjyrë nuk e kanë këtë problem, dhe nga pamja e evolucionit është shumë e çuditshme. Të gjitha qenjet e tjera të gjalla nuk e kanë problem diellin përveç nesh, racës njerëzore. Si ka mundësi që raca njerëzore nuk e ka fituar këtë imunitet gjatë evolucionit? Nga hyjësia që ne vime ekziston një yll që nuk e ka intensitetin e rrezeve të diellit. Ky yll quhet Kepler 186. Mos ndoshta vim që andej. Faktor tjetër është depresioni i racës njerëzore që se fill në fund vjeshtës dhe vazhdon gjatë dimrit. Ekziston një gjendje keqe, mungesë vullneti, depresion, mungesë gjume e tjera. Kafshët nuk e kanë probleme të tilla. Si ka mundësi që ekziston alergjia ndaj bimëve, kur ne jetojmë me qindra mijëra vjet së bashku, dhe gjatë evolucionit ky problem duhet të eliminuar. Tek qenjet e tjera të gjalla, ky problem nuk ekziston. Tek tu shfaqet tek kafshët shtëpiake. Natyrisht që nuk kam licencën së vërtetës, por mund të sjell sa më shumë variante që ju të krijoni një perceptim sa më saktë për ja dhësuar në tokë. Për mendimin tim personal një gjë e kam sigur. Ne nuk kemi pronarë të planetit tokë. Do të bindeni për këtë në emisionet vazhdim. E vërteta, the truth is out there, si thuhet.
X-File. Deri në emisionin tjetër, tung.